Ja ku jemi me emisionin e mëngjesit Ditë e Re dhe ashtu si që kam lajmëruar më herët, sot do të flasim se si ishte situata në teritorin e komunës Ulqinit për shkak të rreshjeve të dëndura, të cilat shkaktuan përmbytje vetëm le të themi 2 ditë më parë. Sot është e martë dhe nga ora 10 është lajmëruar edhe seanca e Kuvendit Komunal, kështu që mund të vazhdoni të ndiqni drejt për së drejti ekranin e televizionit të UTA, ndërsa në këtë moment unë kam kënaqësi të kem në studio kryeshefin e Policisë Komunale, zotria Amir Mehmete, i cili themi në situata të tilla jo vetëm janë aty në shërbim të qytetarëve. Përshëndetje. Përshëndetje Defina. Nga situata që është parë në teren, mund themi që shumë objekte edhe të banueshme janë prekur. Ju vetë çfarë keni parë në teren? Si ka qenë situata? Pa dhe vete pat dje ishte ditë me shi, me rreshe shumë të mëdhaja, ko qytetin e Ulqinit, të them edhe një pjesë të anës së malit, ka vërshu shiu shumë sepse në disa lagje ka hyrë edhe në shtëpia, dhe thot kjo lagja Kodra, e poshtë, ka hyrë në disa shtëpia, pas thirrjes sekretarit komunës të timit, ne kemi dalë në teren, ashtu edhe zërfikset kanë dalë në teren, ne si polici komunale kemi bërë ndihmesën të rrugët, ku kemi mbyll disa rrugë, sepse ka kene pakalueshme, dhe kemi dalë në teren bashkë me Sekretariatin për Çështje Komunale, kryetarin e komunës në lagjen Kodra, Zogaj dhe bulevardin të UTA. Dje, inshallah, përsëritet ai shi, me vërtet ishte përmbytje, të thotë edhe zona e shtojit, rruga në përfshatrat e anës malit kanë qenë të mbyllë disa orë, ku dhe rruga regionale për kufin duke Ulqin Shkodër ka pas edhe rame të dhot, ashtu që atë ditës dje është hjek një pjesë, është liru një kojësi të rrugës dhe pritet edhe sot të pastrohet e rrugë të bëhet e dykalimshme si është me plan. Kur jemi në situata të tilla, besoj se ky bashkëpunimi i të gjithë shtabeve të emergjencës, jo vetëm është gjithmonë në gatishmëri apo jo. Cilat kanë qenë ndoshta në ato bisedat interne të juaja, cilat janë këto probleme që po bëjnë që përmbytje të tilla të kemi vit pas viti? Pa përmbytjet është kanalet, janë pa pastrume, ku disa janë edhe pastruar nga sekretariati, disa sot ka dalë sekretari për Çështje Komunale të dalin në teren, është veç ka fillu pastrimi disa kanaleve, por është edhe dërët njerëzit që hedhin beturina, ngushtojnë pa plan rrugët dhe kanale dhe pa pasërtia, atëherë mlidhet uji dhe mbyllen kanalet dhe vjen deri te ky shkak i përmbytjeve të qytetit. Një pjesë të fushës Ulqinit, Kodra, si thash, shtoi Gjeranët, dje ishte të thotë të kalohet me bark. Kemi pyetur edhe nga shërbimi i shpëtimit, edhe ka thënë që është intervenuar edhe në shtëpia banimi. Keni parë, le të themi nga afër, si ka qenë situata? Unë thash ishte në fshatin të Kodra, në qytet në lagjen e Kodra, me të vërtet disa se s'kam dëshirë të përmendni me emra ato, ishte ujë në shtëpi, ka intervenu në zërfikset kanë qenë në nivel, kanë intervenu me pompa, një sa kanë pas mundësitë e tyre, kreditën dje, dhe kanë dikon rreth orës masdite e kanë stabilizu gjendjen e kanë hyrë në normalitet. Është respektuar, le të themi, nga qytetarët pastaj ajo ndalimi i qarkullimit në disa pjesë të qytetit, sa ka qenë ai mirëkuptimi edhe nga ana e qytetarëve? Është respektuar sepse kanë pa edhe vetë ata që s'mundet të kalojnë ata, ne kemi se disa vetura edhe kanë met në ujë, kanë met ujë, kena bë përpjekje që të largojmë, të bëjmë rrugën e kalueshme më së miri dhe dikun rrethore Semramjes është bërë stabilizimi gjitha rrugëve. Në bisedat tona edhe më herët, ne kemi folur, le të themi, për atë se sa duhet ketë kujdes në hedhjen e mbeturinave, edhe ndoshta vetë qytetarët mos ta bëjnë një gjë të tillë. Nëse nisemi nga ai sezoni turistik edhe deri tek kjo ngjarje që ndodhi tani, a mund të themi që ka pasur ndërgjegjësim më shumë apo më pak?
Të them të drejtën ma pak, sepse këtë vit e kemi kontrolluar me rrepsisht, sepse ndërmarrja komunale ka vendosur disa kamera dhe ato do të thotë kanë mbikëqyrë kamera dhe kur i kanë bërë mbikëqyrjen e kamera na kanë nis neve dhe ne kemi bërë procedurën që na takon. Të gjitha ato shqetësimet e qytetarëve janë tek kjo, pastrimi i kanaleve, por nga ana tjetër përmendën le të themi ndërtimi i madh, shtrirja e madhe në territorin e komunës së Ulqinit. Ju vetë si polici komunale çfarë keni evidentuar në këtë aspekt? A di si dje me vërtet nuk i mujtës të faqësosh dike, sepse uji ka bartë, ka mundësi edhe prej Bratica, Tivari, apo ka ishte hyrje në këtë lumë dhe është grumullu ku ishte në Ngushtica. Në Ngushtica aty ka bërë mbylljen ati kanal dhe do të thotë duhet me qenë të kujdesshëm të hedhja e mbeturinave dhe të pastrimi i kanaleve, sepse që mos ndodhin këto gjëra përsëri, mos përsëriten prap, duhet të jemi sepse edhe janë bërë dhe betonime të objekteve, uzurpimet e disa objekteve ku sot inspeksionet tonë kanë dalë në teren dhe do të mbikëqyrin situatën përsëri. Keni qenë në teren le themi vit pas viti, sepse është një dukuri që edhe përsëritet gjatë rreshjeve të mëdha apo stinave të dimrit në komunën e Ulqinit. Ka qenë kjo më problematike kësaj radhe le themi, ajo e ditës së hënë, apo ndoshta që ndrojmë aty edhe më përmbytje të Për këtë qytetet të Ulqinit, kjo ka qenë më rënda. Sepse ishte në 2014, 2010, 2018 në zonën e anës së malit, në ku buna bën derdhja në për livadhe, në për fshatrat Lisnabore, Shtoder, Fraskanja, Elbore, por kjo ka qenë, domethënë qyteti Ulqinit ka pësu dje ma shumë se asnjëherë. Cili është tani, le të themi, ajo puna pas largimit të ujit, ku duhet kemi, le të themi, kujdesin më të madh dhe çfarë po bën policia komunale në këtë moment? Sot ndërmarrja komunale ka bërë rrugën sepse plazhi i vogël ka qenë i përmbytur dje, është duke pastruar zarfikset njësoj, duke bërë pastrimin e mbeturinave që kalan uji, atëherë në shkolla gjimnazi drita ka qenë i përmbytur me ujë, ndërmarrja komunale, ujësjellësi kanë dalë në teren edhe dje, edhe sot kanë dalë të pastrojnë tash atë bërllog që kalan ata vëshimet e djeshme. Çka i përket inspeksionit, unë kemi dalë sot në teren, se bashku edhe me një ekip dhe kemi bërë evidentimin e kanalit që shkon për fushë të Ulqinit, të shohim ka ndonjë uzurpim apo derdhjet e ujnave të zeza në atë pjesë. A duhet marrim masa më strikte edhe ndëshkuese ndoshta në të ardhmen që mos të vinë drejt te kjo? Unë mendoj që duhet të pastrohet dhe duhet të mbikëqyret edhe nga ne inspeksioni dhe policia komunale dhe mendoj që edhe qytetarët të jenë pak të dërgjeshëm mos të hedhin mbeturinat vend e pa vend. Sa i respektojmë ne institucionet si qytetar? Në të rast ndoshta edhe konkret policin komunale. Të them të drejtën, si që edhe i respektojmë, por ka edhe asysh njerëz, asë persona që nuk bën edhe respektim. A e keq kuptojmë ndoshta nëse vendosim një rregull për ja ku vinë pasojat tani? Nëse një person takojmë ose e xajmë duke hedhur mbeturina dhe dënojmë, ai na merr një pasqyrim të keq ndaj neve, por ne bëjmë punën tonë dhe ai ti kujtohet aja gjobë që mos ta përsërisin përsëri. Kemi stinën e dimrit para, edhe si shtab besoj se do të keni këto takimet edhe ndoshta më të shpeshta dhe pas kësaj situate. A do të ndodhin të tilla, jeni njoftuar apo keni rënë dakord që të keni ndoshta para përgatitje për stinën në vazhdim? Pa, do të thonë prej dje, ne jemi, thasha më herët, kena dalë në teren, sekretariatet që janë kompetencë kanë dalë në teren, kanë marrë ata obligimit e veta dhe do t'i bëjmë të mundren të pastrohen ato kanale dhe të bëjmë që mos vim deri te shfaqja e djeshëm që ka qenë dje.
Faleminderit. Uroj punë të mbarë edhe le të themi mos kemi situata të tilla në vazhdim. Faleminderit edhe juve. Shikues të televizionit të UTA, ishim së bashku me kryeshefin e Policisë Komunale të Ulqinit, zotria Amir Mehmeti, për të folur mbi situatën e ditës së hënë. Besoj se të gjithë ndoshta duhet të rjekim veshin paksa dhe vetes, edhe të tregojmë më shumë kujdes për edhe të respektojmë çdo ligj të vendosur, sepse është në të mirë të gjithë neve dhe gjithë komunitetit. Faleminderit, miru takofshim nesër.